Kanë filluar të kenë. Di diçka më shumë, zot Dervishi? Kanë filluar të kenë, vetëm se ka me fjalë, janë në periudhë hetimi. Si thua, nuk kanë filluar të bëjnë një lëvizje konkrete për të gjithë, nuk e di pse. Për kandidatët e përfolur? Kanë bërë hetime, kanë grumbulluar materiale, po nga stopuar këtu. Nuk kanë shkuar të emri, të shkojnë të emri të thonë që do ketë një mas për këtë, apo do filloj një procedim për këtë. Këtu nuk kanë shkuar. Janë në kuadrin e kësaj pjese fillestarit të grumbullimit të materialeve dhe të vlerësimit të tyre. Ju thori që mund të shkojnë kandidat fitues në pranga, si bëjë këtë, duhet bërë në flagrancë, apo si veprohet tani? Duhet bët hetimi i plot, duhet shkohet, duhet të provohet. Nuk e di më tej, por ajo që unë di, dhe që është sakt, është që ata nuk kanë shkuar më tej se sa hetimi. Pra janë në fazën e hetimeve për personazhet ndryshme. Kanë grumbulluar prova, po vlerësojnë këto prova, por ende nuk kanë shkuar në emra, që të thonë që të shpallën që ky ka këtë akuzë, apo ky shkon për këtë akuzë.